E tani shikues të dashur, jemi rikthyer prapë në studio me mua Erzën. Deri më tani ishit me Fationën, e cila zhvilloi një intervistë bashkë me kryetarin e komunës të Deçanit, e cilët diskutuan për ditët e Mërgatës, si ne jemi mësuar dhe është bërë traditë në çdo qytet të Kosovës të jenë dhe të organizohen ditët e Mërgatës. Unë siç e përmenda në fillim, sot është ditë e enjte, e kemi rubrikën Mjeku në studio dhe ju tregova që sot në studio kemi një infektolog ku Vera sjell ditë të nxehta, pushime dhe më shumë konsumim të ushqimit jashtë shtëpis, por bashkë me të rritën edhe rreziqet për infekcione dhe helmime ushqimore. E ne sot e kemi infektologun Dr. Visargashi, me të cilin do të diskutojmë bashkë për të gjitha këto rreziqe dhe këto viruse. Doktor, faleminderit shumë që je këtu me ne dhe mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Unë e përmenda që Vera na sjell shumë ditë të nxehta, na sjell dhe shumë kënaqësi gjatë verës, na kemi dëshirë me kalu verën siç është më së miri, po edhe kemi problemin që hajmë ushqime shumë shpesh jashtë. Do të është njëri ndër problemet kryesore. Po tregon pak se pse shtohen infeksionet dhe helmimet ushqimore gjatë sezonit të verës. Normalisht vera, për shkak të ngritjes së temperaturave, domthonë që kemi gjatë verës, kjo është njëra prej atyre prapaskenës ambient ideal ku bakteret rritën dhe zhvillohen. Kjo është normalisht për bakterje sikurse salmonella, escherichia coli, staphylococcus, këto janë shkaktarët kryesorë të infeksioneve në ushqim, ku rritën me një shpejtësi ekstremt të madhe, domethënë edhe problemi është të ushqimet shpesh lihen jashtë frigoriferit në ambientet ose temperaturat të dhomës për orë të tëra. Njëkohësisht edhe rol luajnë edhe insektet, mizat dhe insektet ndryshme, ato bartën domethënë bakteriet prej mbetorinave tek ushqimet tona. Do të kemi kujdes domethënë që temperatura ose është një falloj dritare temperaturës prej 4 gradë deri në 60 gradë Celsius, këto nuk guxon ushqimin me qëndru gjatë ose në frigorifer në 4 gradë e të më poshtë ose në mbi 60 gradë në ambientet e nxehta ose në furrë ke përgatit ushqimin edhe lën derisa të konsumojsh, po jo këtë dritare. Për shkak se bakteriet janë përdorin mediumin e ushqimit, qofsh me përmbajtje të mund të mishit ose me përmbajtje të vezëve, ku ato të mund e mbjetojnë, rritën, zhvillohen dhe masane kur ne konsumojmë ushqimet, atër fillojnë edhe problemet të helmimit. Varësisht edhe kemi edhe kohën kur ekspozohemi ndaj qoftë bakteriave apo toksinave, këto kanë varësi të ndryshme të shfaqjes së simptomave. Domethënë ju e përmendet se edhe mizat, këto insektet janë ndër ato që bartin baktere. E ndoshta ne nuk e kemi llogaritur asnjëherë që insektet mund të na pru baktere, sidomos gjatë verës që kemi pickime të mickojave, që i themi ne, edhe të mizave normal që i kemi në stop në shtëpi. Mizat për shkak se ato janë insekte që ato lëvizin kudo, sidomos në vendet e ndotura, kur nëse ato lëvizin në ambientet e ndotura kanë prek dhe hynë mbrana të na, atëherë domethënë nëse ushqimi është i pa ekspozuar jashtë, nuk kemi vendosur ndonjë rrjet, pse tash normal nuk mundesh me konsumu ushqimin që del drejt prej furrës, do të më lanë të ftohtë për me konsumu, atëherë është mirë pas një sistem të rrjetizimit kur lihet një rrjet mbi tavolinë, mbi ushqimin apo pjatën ku e keni lënë, edhe të pengohen mizat nga prekja e ushqimit, sepse ato lanë e bin bakterien. Nëse ne kemi përgatitur në mënyrë shumë perfekte ushqimin, kemi pas kujdes, kemi latë duart, nuk kemi përdorur domethënë të njëjtën tavolinë ku kemi përgatitur mishin, e kemi pa përpunuar, e kemi përgatitur mbasane sallatën, se kjo është teknika të cilat domethënë duhet pas kujdes edhe në shtëpi, jo vetëm në restorante ku në njëjtin vend nuk përgatiten ushqim të papërpunuara me të përpunuara, sepse ato mishin këtë rast i papjekur, mund të pas ndonjë bakterie të cilat derisa ka orë në tavolinë, dhe ti përgatit ato. Nëse ti nuk e ke pastru tavolinë ose atë pjesën e drurit ku përgatitet prejet mishi, atëherë mundësia është e madhe kur përgatitet sallata, se sallata nuk zihet. Kjo është kurse mishi, edhe nëse ka ndonjë bakterie, zihet temperaturën mbi 100 gradë Celsius, ku na nimi si popull që e zim shumë mishin, dhe kjo është shumë pozitive, për ata dhe kemi numër jo të shpesht të helmimeve, qoftë edhe në shtëpia tona. Kjo është një pozitivitet, për ndryshe nëse bëhet ky gabim, atëherë domosdoshmë infeksioni vetëm se mizat kanë lëvizur në ato zona, kanë kontaminu ose ndohet atë pjesë dhe vetëm se bakteriet fillojnë të zhvillohen edhe kur konsumohet, është një dozë që quhet e infeksionit kur duhet sasi e caktuar e numrit të bakterieve të jenë prezente në ushqim që kur e konsumojmë, se na kemi edhe acidin gastrik në lukt, që është një port mbrojtëse shumë e mirë.
përmes me shkaktu infeksione të shpeshta se na çdo herë jemi çdo ditë konsumojmë ushqim, por kur kalohet ai pragu i numrit të bakterjeve kur zhvillohen në ushqim, qoftë në mish, në salcë ose në vezë, ose ushqime me përbërje të vezëve apo edhe djathra dhe qumshtit, atëherë vetëm se ne kemi futur infeksionin drejt në sistem dhe ma vonë vetëm pritet të shfaqet simptoma. Por si mundet mu dallu një virozë të zakonshme që bëhet nga një helmim ushqimor? Po, normalisht virozat ose sëmundjet virale, domethënë shkaktojnë enterovirus, rotavirus, norovirusi janë përgjithësisht ashtu quajtur virozat e barkut, këtu hen edhe adenovirusi. Këtu kryesisht bëhen përmes rrugëve fekalorale, me pa larë me mirë, si duhet, ushqimet dhe ujë kontaminuar dhe shpesh në pishina, se shpesh neve na vinë edhe në punën tonë të përditshme për pishinave, ku ato është një numër dendur i njerëzve, domethënë me simptoma pa simptoma, si ndoshta dikush nuk e din që ka sëmundje ose virus edhe futet në bazen, se dhe kontakti drejt për të persona të infektuar. Këto tash dallimi mes virozave dhe helmimit është se këti kemi 3 sene, domethënë është e para koha. Kur kemi intoksikim alimentar quhet ose helmim me ushqim, janë shpejt fillojnë më shfaq, do mas 2 deri në 8 orë, varësisht si që ka më herët është bakteria, po është toksina në ushqim, prezente nëse është toksina më shpejt janë simptomat, sepse vetëm është helmi, kurse nëse është bakteria, do të prodhon kohë për me prodhu toksinën. Kjo është arsyeja që e vonon shfaqjen e simptomave. Kurse te virozat do të 1 deri në 2 ditë. Mbasanej, intoksikimi ka lidhje me konsumim. Domethënë kur vjen pacienti gjatë anamnezës, marrjes së pyetjeve, domethënë që na e quajnë anamneza, atë ai tregon që ka konsumu X venin ose në restorant ose edhe qoftë në shtëpi. Nuk do të thonë tash vetëm jashtë konsumimit jashtë shtëpisë, se mund të blej një produkt në ndonjë shitore, vjen te shtëpia, nuk është i ruajtur mirë, afati s'ka duar, ose ku i di edhe ato të helmumina. Te virozat kjo nuk ka të bëj me, domethënë, me grup të ushqimit, domethënë. Kjo mund të më shumë me grupe të koncentrimit, për shembull në shkolla, në qerdhe, studentë konvikte, ku kemi grumbullim të njerëzve, domethënë, ose dënësi, atëherë një person me viroz mund të bartë komplet grupin me infektu. Tjera është domethënë probleme tjera të dallimet është se kemi simptomatologji të ndryshme, të intoksikimet, vjellje, barkëqitje, ethe, marramendje, kurse tek virozat kemi domethënë shkurje hundër, skuqësëve, të shtitje, koll. Normal, kemi edhe barkëqitje vjellë, po këto është një plejad më e theksuar të virozat. Po, cilat janë ato ushqimet që janë më të rrezikshme dhe kanë, ndoshta mund të themi, rrezik më të madh që mund të helmohemi gjatë verës? Ushqimet më të rrezikshme shkojnë me renditje, është mishi së pari, domethënë çdo mish i cili është i papërpunuar mirë, i pazier mirë, i papërgatitur mirë si ceka, domethënë, ose duart nuk janë pastruar si duhet, atëherë kjo është kanë potencial për helmim, e sidomos nëse nuk trajtohet mirë termikisht. Që që cekë më herë, domethënë, duhet të bëhet zgjerrje apo pjekja mbi 100 gradë, spaku domethënë të merr formën e mishit të pjekur, jo të lihet ajo tash që ka një trend medium ose veç pak domethënë më qenë, se problemi është te brendia mishit, se bakteriet janë mikroorganizma që lëvizin, nuk janë atë ngjallë. Prej tjerëve është masani produkte qumshtit, domethënë djathi i freskët, qumshti i cili nuk është trajtuar mirë, po është lanë disa orë, si cekon domethënë jashtë frigoriferit, ose i pambuluar, i pambrojtur, edhe kemi këtë komponentin tjetër prej vezëve, apo vezët, apo produktet e vezëve, shumë majonezat, sosat e ndryshme, që e kanë bazë vezën, këto janë potencial, sepse janë bakterje që ka njëherë pula gjatë konsumimit të ushqimit apo ciklit jetësor të saj mund të më infektu me salmonella ose bakterje tjera, dhe gjatë ciklit prodhimit të vezëve të futet bakterja në vezë. E nëse përgatitet të duhur termikisht, mund të më shkatru bakterjet dhe nuk kemi rrezik për helmim. Po nëse lëmë këtë komponent domethënë që edhe gjasa është më kanë veza e infektuar, që na nuk mundem e ditë, edhe nuk përpunohet termikisht mirë, ose edhe lihet në ambient jo të duhur adekuat, atëherë potencialisht rritet rreziku për helmim. Besoj që kohët e fundit keni pasur shumë raste, sepse sidomos në kryeqytet, në Prishtinë, ka pasur raste të helmimit, diku në mbi 80 raste, ku janë helmuar nga disa fast food.
Tregon pak për këtë pjesë. A është faji tek fast food që nuk janë të përgatitur dhe nuk janë të kujdesshëm në këtë aspekt, apo se nuk janë vetë të kujdesshëm ata që ushqehen? Jo, është një gjë se kur ndodhi kjo helmimi të fundit, atëherë hyra pak shikova dhe çka ka ndodhur botë. Do të më shikova edhe një modelin e botës, vend ma zhvillune, a kanë pas raste ata jo edhe masanet marrë mësim për tyre. Nuk mundën automatikisht tash një biznes ose një fast food ose një pikë ta demonizojna. Jo, ka ndodhur raste që në Shërbani vitin 1994 ka ndodhur një dështim i zinxhirit të ftofjes të akullorëve ku ka ndodhur mbi 200.000 njerëz në helmu. Ose në Evropë është bërë një falloj studimi për 2015 dhe 2019, 4 vjeçar, dhe kanë po si përshkruan çështja e helmimit, sidomos me salmonella, dhe kanë vrejtë që është një trend këto vite në rritje për 5% çdo vit. Shkaktarët pse ndodhin të helmimet qoftë në restorante, fast food, apo në shtëpi është te zinxhiri i ftofjes dhe i përgatitjes. Nëse këto rregulla nuk praktikohen, kudo qoftë, qoftë fast food, qoftë në shtëpi, na do të jemi rrezikuar për ekspozim të helmimeve të ndryshme. E kemi një pyetje dhe po thot doktor, fëmia jem ka diare gjatë fillimit të verës dhe kur duhet të shqetësohem dhe kur duhet me dërgu te mjeku? Normalisht çdo helmim, që tash edhe nëna normalisht të shqetësuar për fëmijët e vet, por çdo helmim me ushqim potencial apo edhe ndonjë virus, nëse ka se ta nevoja madhe që cila kryet gjatë ditës të fëmija është deri 3 herë në ditë, është normal deri ose 1 herë deri 2 herë në javë. Kjo është ai farë dritarja. Mirë, por nëse ka shumë barkçitje, shembull si rasti 7-8 barkçitje, vjedhje ton kohën, nuk ka mundësi fëmia ose i rrituri me fut asgjë për goje, ose fillon dehidrim i lëkurës, shihet domosht që është lëkura ka filluar më thatë, gjuha është e thatë, ka marramendje, nuk po rinon hiç fëmiu ose i rrituri, atë këto janë simptoma ose alarm për më shku me kërku ndihmë te mjeku. Po çka do të bëjmë mas pari në shtëpi, nëse na ndodh një helmim? I kemi 2 opcione. Është opcioni shtëpiak, të merret orizi dhe të zihet, të vendoset bajgi shumë ujë, të zihet ajo pjesë mirë dhe uji kur fillon të temperaturat të bien, që është për konsumim domethënë të ushqimit, atëherë të pijet. Kjo është edhe në bazë rekomandimeve të OBSH-s, sidomos nëse llogaritet tash lëngun e orizit apo ORS-n në litin që quhen ndryshe pluhuri me kripra me dhe elektrolit, cili është ma prioriteti është në lëngu i orizit. Do të thonë lëngën e orizit kur të zihet me pi. Me të përdorur të konsumohet, kjo është më i miri për shkak sepse ka të gjitha përbërësit për me ndalë një helmim ose një barkçitje. Por hajde, jemi pak për ngut, nuk kemi mundësi me prit disa ato të shkojnë në banatore, mujna me ble ORS-n edhe të vendoset në ujë ose të paketuar ose të zirë. Po jo nga kroni, sepse në ujin e kronit ka mundësi me pas bakteri, cila domosht nuk e toleron organizmi për shkak se tash të nxorret vetëm janë të inflamuara, edhe ne do të japim ujë domethënë me ORS, jo pa ORS. Sepse gabimi kanë ndodhur që nuk konsumon pacienti ORS-n, pin ujë barkçitja vazhdon. Por domethënë edhe nëse marrim ORS, duhet patjetër që uji të jetë duhet me zi ose paketuar. Po. Kjo është kriter sepse është domosdoshmë uji i cili është i testuar dhe aspektin mikrobiologjik edhe aspektin të standardeve të ISO-s. Edhe fillon me përdor me dhënë domethënë jo çdo 5 minuta, po fëmiu ose pacienti edhe i rrituri të pinë sa ka nevojë për me pi. Fillon të qetësohet stata, nuk ka temperaturat mëdha 39-40, atëherë fillon bashkëtit pak më qetësu mirë, por nëse nuk ka përmirësim, edhe me ORS. Për dietave domon orizi, patatja, piret, banane, bukë që është e pjekur 2 herë, këto janë që rekomandohen gjatë fazës derisa të kalon ky procesi i helmimit ose edhe i kthimit të zorëve në gjendje normale, atëherë domon lyp ndihmën e mjekut, sepse atëherë më vetëm ka dështu sistemi i rihidrimit natyror që quhet nëpërmes gojës, sepse zorët janë definitivisht pjesë e sistemit gastrointestinal shumë inteligjente. Ato dinë me marrë çka do që ka nevojë organizmi, se ato janë të lidhura direkt me organizmin tonë. Kurse rihidrimi intravenoz është i dhunshëm, që na duhet me bëhet tani në bazë të analizave, të bëhet
quhet një status acido bazik, merret, shikon elektrolit, natriumi, kaliumi, kalciumi, këto sa kena bikarbonatet, sa kanë lëviz gjërat që duhet me ditë sa tretje me dhanë, çfarë sasie, edhe në bazë edhe çakullimit, edhe diurezë së urinës, nëse pacienti s'ka hiç urinë, duhet me reagu pak më shpejt për shkak se veç fillon gjendja mu kecu. Po përgjithësi domethënë këto janë simptomat sa i tham kur duhet me kërku ndihmën edhe të qëndrohet në shtëpi pa pas nevojë, se ndonjëherë kanë intoksikimet kalojnë lehtë të shtëpia. Por ndoshta gabimi më i shpesh që e kemi bërë të gjithë, e kam bërë edhe vetë, orësojnë e kam përdor me ujë normal, veç e kena qit me një gotë dhe e kena pi ashtu, por ndoshta me të pyet lëngu i orizit, a përdoret për të gjitha moshat? Po. Mirë po, të fëmijët që në moshën 1 vjeçar, të cilat janë domethënë ushqehen nga gjiri nënës, gjiri nënës është numër 1, formula më e mirë. Po nuk ka nevojë për shtesë, por nga një herë fëmiu ka probleme, qoftë i hub fuqia për me thith, atë kalon në ORS, me shishe që është ma lehtë për me thith ose me marrën ORS-ën, që janë procese të ndryshme, varësisht fëmia, lodhja këto, po të be pas kujdes edhe në ana, nëse s've thith gjirin, jep ORS-ën përmes shishes, po dhe ato kemi dërshtu, fëmia është i përgjumur, temperaturat janë të larta, nuk lëviz që është i lëvizshëm ose aktiv, atër këto në alarm që duhet me qute mjeku. Por kur jemi pa rekomandim të mjekut, a duhet me përdor antibiotik nëse vetëm ki helmim apo infekcion viral, edhe zakonisht jo vetëm verës, po gjatë gjithë vitit nëse vetëm kemi helmime, por vera është ajo që... Ti ndojmë, se na mjek do më përveç që kemi trajtimin, jo në 2 gjërat ma përpara se trajtimi është në parandalimi edhe edukimi i shoqërisë. Këto na do të më fokusu në të ardhmen, dhe me qenë politika të shtetit që ma mirë është me parandalu, së është ma kost efektive, ma e lirë, sa me më marrë me trajtim. Normalisht, po du mi ndo disa gjëra, antibiotik, antiviral, antiparazitik, edhe antifungal. Mirë, pse quhen kështu? Antibiotik është qëllimi vetëm mi myt bakterit. Në virus këta nuk ndikojnë. To do të dinë edhe shikues edhe krejt që nuk ka. Antiviral që në vetë emri tyre është kundër virusve. Edhe antiparazitik kundër parazitve, edhe antifungal kundër myshqeve. Nër 2 dhe më thonë, çdo intoksikim alimentar, përveç nëse kemi me salmonella të llojit të caktuar, enteritidis, ose të helmimet me ushqime, dhe më thonë që kur asin që patëm, atë do të antibiotika dhe atë varësisht për gjendjes, apo edhe nëse kemi edhe prezencë të gjakut në feces, apo të vjellra me gjak. Këto është problemi që ose Escherichia coli e enteropatogen, cilat e prek mukozën, shkakton dhe më thonë në dëmtim të madh, atër do të intervenojmë me antibiotik. Për ndryshe, këto quhen self-limited disease, smundjet vetë shëruse ose vetë kufizuar, nuk ka nevojë vetëm ti do të me majtë rihidrimin me elektrolit, me dhonë ORS, lëngorizit, ose nësë është për hospitalizim, me dhonë infuzione, tretje, që me majtë balancin që organizmi mos me vuajt për shkak të humbjes së lëngjeve, vjellit dhe brakësisit për ndryshe, këto nuk trajtohen me antibiotik. Vetë medikimi, gabim fatal. Çka bën ti nëse merr antibiotik? Në studimet që janë bërë, domethënë, këtë rast, nëse kemi me salmonella ose në helmim tjetër, nëse është 4 ditë për zoobarkëqitja, ti ke zvoglu, ke bo 3 ditë. Do të thonë, një ditë ke fitu, dikur me thonë, po mirë, okej, po ne kemi disa faktorë tjera cilat do të kemi kujdes. Cila është rezistenca antimikrobike. Se çdo antibiotik sa hartë futë në organizmin tonë, ka me lanë një rezistencë të bakterit, se na du të me llogaritë se na jemi organizëm që jetoj me bakterje, që quhet në flora e zorëve. Ato ka me miliona, miliarda bakterit, cilat janë të dobishme për organizmin tonë, cilat na kemi një lloj marrëveshje të bashkëjetesës, domethënë, kur konsumojnë ushqim, ato zvërtejnë ushqimin, zvërtejnë produkte të ndryshme, edhe ato mësane i marrë në mënyrë më të lehtë, përveç organizmi jonë i bën atë punë normale. Mirë, po mend që ti përdor antibiotike bë 2 dame, ke rreziku për rezistencë antimikrobike dhe dëmtimi i florës normale. So antibiotik nuk kanë asnjë inteligjencë që me mbyt vetëm bakteriet, pa të mbyt çdo lloj bakterie që e kanë përpara. Edhe mbytja florës normale tonë, kjo ka pasoja long term, ose në afat gjata, sepse do unë tash çka do të me marr veten flora bakteriore, që nuk më është bashkë lehtë, do të përdor probiotik me prebiotik për me mujt me kthy në gjenjet tonë, po tash kjo fardritarja sa kemi këtë gjenjë, domethënë na çdo ditë do të ushqemi,
jemi predisponuar për infeksione tjera masanej. Për ata domethënë rezistenca edhe dëmtimi i florës nuk janë opcion, sidomos vetëm medikimi kursesi. Zakonisht gjatë verës gjithë mundohemi me ushqy me produktet e freskëta. Edhe gjithë kemi atë mendimin se duhet të ham lehtë, mos të ham diçka të rëndë, por a duhet të kemi kujdes dhe a mund të helmohemi edhe nga produktet e freskëta dhe ato që duken të freskëta? Varet nëse është të pemt, nëse nuk janë pastruar mirë, atë po. Sidomos fëmijët, kemi këtë problemi që ata kanë problem me pastru pemta dhe shkojnë drejt në konsum. Po, edhe produktet e freskëta, nëse nuk i kanë kryer, domethënë ato ruajtja në temperatura të caktuara, pastrimi i tyre ose edhe prishja ose dalja e afatit, domethënë se çdo gjë ka afat. Çdo send, domethënë qoftë ose është pemë ose ushqim i freskët, jo i freskët, se ka njerë kur kemi të lashe me zinxhirin e ftofës, zinxhirin e mbajtjes, përpunimit të ushqimit, atëherë kjo është gabimi që na duhet të qenë vigjilantë ai thonë. Por a mundet me përhap infeksion një njeri i cili është duke përgatitur ushqim dhe ka pasur infeksion ose i ka qenë i helmuar ose është i sëmur aktualisht? Po, normal bazë të rregullorës, domethënë personat që merr punojnë në kuzhinë, do të kenë ato kontrollat sistematike, stilsho domethënë të duarve, kontrollat e nevojës të madhe, të jenë periodike dhe ciklike, sepse edhe ata janë njerëz sigurisht natë që mund të infektohen. Problemi e kemi të mos pastrimit duarve, domethënë. Sidomos kur kemi kryjm nevojën e madhe, nëse nuk bëhet pastrimi i duarve si duhet, me sapun, edhe me kohë, se nuk është çështja pe çes pak sapun edhe fërkoj 2-3 herë duart, jo, do të pastrohen mirë. Sidomos kemi kujdes kur jemi duke përpunuar ushqimin, thojt kurse se zguzojmë me qenë gjatë, sepse domethënë ato jesin, na me sy nuk mund të shohim, mirë po ato mund të mbetet sasi e materialit me bakterje, masanej kur ti përgatit sallata, përgatit ushqim, ato shkojnë edhe futën drejt në ushqim dhe muna mu infektu. Nga aspekti, a muna qenë infektues për rrethin me viroza, po, mundemi qatë kontaktin me ushqim, apo dhe kontakt direkt. E kemi edhe një pyetje, para se mu shfaq tiroidja, pas ushqimit mu kanë shfaq disa shenja, me thonë akne të vogla, mas hapave që i ka përdorur, me thonë mas tabletave, nuk i dalin dhe është alergji ndoshta që e ka përdorur terapien e tiroidës? Okej, nuk jam ekspert për atë pjesën e tiroidës, përse është endokrinologjike dhe nuk mundona me qenë sa ma profesionist për lemin teme, se smun infektiv janë deti, definitivisht. Do njëherë çrregullimet hormonale ndikojnë se hormonet janë të çuditshme, kanë vëzhveprim të madh në organizmin tonë. E njëkohësisht edhe imunomodulator, në rregullojnë imunitetin tonë, qofshë edhe psojnë ose edhe ngritin ma tepër se që duhet. Ndoshta ka mund me qenë ndonjë ndryshim imunitetit tonë për shkak të ushqimit të gjendjes tiroide, kur ka filluar me përdor terapia, është rikthyer dhe në tërheq. Normalisht për këto akne do të çdo herë të konsultohet dermatologu, se ata merren me këtë lëmi, edhe endokrinologu për çështjen e tiroides. Edhe, doktori, jemi drejt fundit, por një mesazh për fund për të gjithë qytetarët, të cilët kanë nevojë për të kaluar një verë më të sigurt dhe një këshill për ta që të jenë më të sigurt gjatë verës. Po. Prej mesazhit përmbyllës, vera është për të shijuar, jo për të kaluar në spital. Kemi raste kur një nonë domosdoshmë ka kaluar kohën me vajzën, pastaj me djalin, për arsye të ndryshme, kjo vërtet është e rëndë, edhe sidomos kanë prej jashtë, të cilin me nejnë pushime. Ata kisha këshillu që me të kenë kujdes, domethënë sekreti një verës sigurt janë të thjeshta. Pastro duart, ruaj ushqimin në të ftoftë, zgjedh me mençuri ku po konsumon ushqim dhe hidrato vazhdimisht. Këto janë këshillat që domethënë që kisha dhënë për shikuese ju. Faleminderit shumë, doktor, që ishit sot prezent me neve. Faleminderit për të gjitha informacionet dhe këshillat, edhe është një ndihmës për të gjithë ata që janë vetëm duke na shikuar. Faleminderit shumë. Faleminderit.